lavdi kësaj, asaj, so. I dina këto punë një. Si erdhi dhe si realizua arratisja ju në 88-ën? Se kjo është shumë rëndësishme. Dhe pse ju shtyju? Baba kishte dalë për i burgu? Baba kishte vdek, dalë për i burgu, nuk shkoj shumë sa dole për i burgu dhe vdek. Duket si presion i saj. Ma shumë ishte i thymë. Fal, ju në 80-ën mas i marrut Institut në Arteve. Më qunë në Shkodër. Në Shkodër? Më këthë në patjetër, në Ku institut, mësus? Mësus në do fshat në periferi Shkodrës. Nuk ishte promësat, mësus më nuk më qosh një kundin, por në fund madhëna, parë ratisës, më dekdisën Dugagjin, një vendësman që jo vendit mërshëm. Nuk kishte as karvat as gjë, hiqe derën e klasë, kishte 2 karriga, edhe i venshë për të në burg. Po, në burg ishte mirë, se burgu nuk do t'ishte atje ma e malit. Ishte një... Po pse bankë? Ne në shunë në Dugagjin, për më ndihmuz zonat e thadha, si që ishte ato sloganit edhe ato aksionet, gjojat të intelektualve ose të artistve. Kjo ishte arsye e fundit që ju vendoset të arratiset? Shumë është i kompleks. Kjo është një nërta. Nuk ishte vetëm kjo, ba me kanë vetëm klasë Mahamad do kisha ratis. Një grumull i mall, jo vetëm e, po i gjithë familjes. Gjithë familja. Kush organizoi? Kush ishte ideja? Filloi një nga tres me tasojkohet me Ministrinë Punëve të Brendshme, për arsye se motra ime ishte smuri, shkuan në Itali për më kuru, erdhi, shkuan në Itali, dikush foli pse janë këto, u kryen do probleme me sistemin atëherë. Po si çon motrën në Itali? I shoqi ishte punonte në Ministrinë Punëve të Brendshme. Familja, si do qoftë, baba jemi ishte partizan i dekorum, pavarësisht ai gabimet, nuk ishte kërcman pa e ditë se për të morë se diqa ban këtu jo mirë. Nuk është më prap, nuk kanë edhe ashtë meqëm. Duket sikur kanë të meqëm, sa të kanë represioni, nuk ka mençuri. Është dhunë, nuk ka... Dhuna s'ka mençuri, marrë. Edhe ato persona që kanë kryu këtë represion, nuk kanë shumë të meqëm. U kryu nëse është proces shumë i gjatë, mund të mëndaj në ti 2 orë me laku këte, nëse kur u këthyn ato pra ne u kryu një keq kuptim, morën tanë qaprunës, nana jeme, se ishte bashkë me nanën. Ishte njerëz në Delio? Po, halën. Ajo ishte martu me gazetarët të Messengerës, a qysh në kohë të luftës ishte.